Evropa juglindore po përballet me një transformim të madh energjetik dhe klimatik. Pyetja nuk është më nëse, por si shpejt dhe sa drejt do të ndodhë ky ndryshim. Dhe këtë qershor në Shkup, vëmendja e rajonit dhe Mëgjer do të jetë fokusuar në një platformë që po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme. Forumi energjetik MEF 2026 rikthehet për edicionin e 9 duke sjellë së bashku ministra, regulator, investitor, organizata ndërkombëtare dhe shoqërinë civile. Një hapësirë ku energjia nuk diskutohet vetëm si burim, por si strategji zhvillimi dhe stabiliteti. MEF është shndruar në një nga platformat kryesore rajonale për dialog mbi klimën dhe energjinë në Evropën juglindore. Por edicioni i vitit 2026 ka një dimension edhe më të madh. MEF 2026 do të jetë një ngjarje zyrtare partnere presidencës së COP31. Kjo do të thotë se idetë dhe përfundimet që do dalin nga Shkupi nuk do të mbeten vetëm rajonale, por do të ndikojnë në debatet globale për klimën. Forumi organizohet në partneritet me delegacionin e Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut dhe Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Sfidat e sotme nuk njohin kufin, prandaj dhe përgjigjja duhet të jetë e përbashkët. Bashkëpunimi rajonal është kyç për qëndrueshmëri klimatike, stabilitet energjetik dhe zhvillim të qëndrueshëm. MEF është një mundësi për partneritete të reja dhe zgjidhje konkrete me efekt real për qytetarët. Duke bashkuar qeveri, biznese dhe institucione financiare nga Ballkani Perëndimor, Turqia, Bashkimi Evropian dhe partner global. MEF 2026 nuk është vetëm një konferencë, është një hapësirë ku politika takohet me realitetin dhe ku ambicia klimatike përkthehet në veprim konkret. Shkupi këtë qershor bëhet qendra e dialogut për të ardhmen energjetike të rajonit. MEF Energy Forum 2026, aty ku vendimet e sotme formësojnë të nesërmen.